Atëherë ju faleminderit gjithëve për vëmendjen dhe interesimin për takimin e sotëm që pata me kryetarin e Lëvizjes Vendosje dhe njëkohësisht kryeministrin e Kosovës zotin Kurti. Ishte takimi i dytë në vazhdën e takimeve konsultative që kam zhvilluar me gjitha partitë politike në Kosovë. Më parë, siç e dini sot një javë dhe me zotin Kurti, më parë dhe me kryetarin e PDK-s Hamza dhe me kryetarin e AK-s Haradinaj. Ishte vazhdimsi pra një takimi paraprak, por që në thelb reflekton në këtë periudhë të kaluar 7 ditore. T'ju them të drejtën e shumë të vështirë çështjen e konsenzusit politik në këtë moment brenda partive politike shqiptare. Nuk ka ndonjë kandidat specifik në këtë fazë që na është prezantuar. Në këtë periudhë, me autorizimet që ka marrë nga Kuvendi i LDK-s, do t'i kthejem grupit parlamentar dhe do t'i raportoj e njoftoj të gjithë ata për zhvillimet e fundit politike dhe diskutimet që kemi pasur unë, sekretari i LDK-s, me 3 parti politike Republikën e Kosovës. Pra, është të vështirë konsenzusin, nuk ka ndonjë emër që na është prezantuar, nuk na është kërkuar vota për ndonjë emër specifik. LDK-ja me 15 deputet as mund caktoj emër për kandidat në këtë fazë, besa as mund të nominoj DK, sepse siç e dini, duhet 30 nënshkrime për këtë fazë. Le të presim deri më datën 5 mars, ditën e epopesë së UÇK-s, për të kuptuar se çfarë fati do të ketë institucioni më i lartë i vendit. Dhe njerë refleksojmë se është e domosdoshme, do duhet ishte domosdoshme të kishim unitet, kishim një emër që përfaqëson unitetin popullor, që të mos jetë zgjatim i qeverisë, por në këtë fazë duket se konsenzusi politik brenda partive politike është i pamundur. Natyrisht kur s'ka konsenzus do të ketë garë, por garë LDK nuk e preferon si të tillë sepse rezultati dihet. Kur ka garë, s'ka konsenzus, është vështirë të bëhen 80 vota. Pra gara ka kuptim kur janë 61 vota në dispozicion, por kur duhet 81 duhet konsenzus dhe unitet. Këtë s'është arritur. Çka ju tha zoti Kurti dhe a pajtoni që të propozohet një kandidat për president nga PDK? Shqo për garë, LDK-ja nuk beson se ka zgjidhje. Është procedurë e parapërcaktuar për dështuar. Pra nëse vendos Lëvizja Vendosje dhe PDK-ja të këtë garë, atër shkojmë në zgjedhje sipas gjitha gjasave, sepse si do t'i bëjnë 80 vota, por konsenzusi bën president. LDK-ja ka qenë angazhuar të gjej president. Pra të gjej një emër konsensual, jo zgjatim të qeverisë, pra mos jetë vazhdimsi e qeverisë, sidomos për një qeveri që ka 51% të votave, presidenti duhet të ishte një kundërbalancë. Nuk ka emër, nuk ka proces konsultativ tutje, sa po kuptoj, dhe tani du të presim 2-3 ditë të ashme për të kuptuar vendimin e kryeministit Kurtit. E keni përmend si opsion edhe marrëveshjen politike me Vendosjen që sot nuk jeni duke përmend, a është halon në tavolinë edhe çka saktësisht do të thoshte? Herën e kaluar kemi pas 3 alternativa. Para ka qenë imponimi, cilin e heqëm prej tavolinës me një herë. Më pas ka qenë marrëveshja politike dhe konsenzusi. Në parim, kryetari vetë Vendosjes ka kërkuar 85 vota, që do të thotë si marrëveshja politike me LDK-n zbët për 85 vota, pra nuk ka pas as parakushte, as diskutime për marrëveshje politike. Pra jo s'kemi folur për marrëveshje politike, as me Lëvizjen Vendosje, as parti tjera në mesvete në këtë fazë, sa kam kuptuar nuk kanë diskutuar. Atëherë le ta provojnë garën, por LDK-ja i sugjeron që të provohet konsenzusi para garës. Ne nuk kemi qenë ndrejmë për emrat përveshëm, por s'kemi thënë asnjëherë që kemi apo s'kemi vot për zonën Osmani. Pra, natyrisht jam takuar, si jam takuar. Shiqoni, nëse s'kemi pas marrëveshje politike, s'mund të ketë kandidat. Kandidati për president bëhet me konsenzus. Kështu ka qenë historia politike e Kosovës dhe zgjedhjes presidentit. Kush do të sjellë këtë konsenzus? Tash familja Jashari ka thonë jo. Prandaj unë do të presja që ne partitë politike diskutonin për emra, po s'kishte emra, s'kishte propozime, s'kishte as vullnet për konsenzus. Në momentin e votimit për atë çfarë do emri që sillet në konvent në momentin e tani ne do ta trajtojmë këtë çështje brenda grupit parlamentar, por LDK gjithmonë ka qenë e përgjegjshme ndaj institucioneve, por natyrisht imponimet nuk janë zgjidhje adekuate për LDK.